Pra, nuk pranonte që ne si klasë që kemi sunduar dhe se ishte një familje me tradita që kanë pa 350 vite ka të sunduar në Sanxhakun e Vlorës, Beratit, familja e tij. Kështu që ai nuk pretendonte që vetëm familja ime do vazhdoj të mbaj privilegjet që ka pasur në Perandoria Osmane, të vazhdojnë feudalizmin, donte reforma, filloi të reformonte, që na tokat, që do të bënte që reformën agrare, që tokat që i takonin shtetit, të reformonte. Kuptohet që këto vinin apo bankat, themeti i bankës ju vinte ndesh interesave të atyre që ishin fajdegjit më të mëdhenj të Shqipërisë, kush i jepte fajdet? Fajde jepnin njerëzit e pasur. Që këta belerët që jepnin. Normalisht krijimi i bankës, duke dhënë interesa më të mira, duke liberalizuar tregun, nuk u vinte për shtat atyre. Reformat që donte të bënte ai nuk i vinin për shtat. Kështu që filluan të vinin stërkëndshat, që të nesmen që ai bëri qeverinë, ju vun kundra. Dhe pikërisht kjo klasë e belerëve, nuk po them të gjithë, sepse përmenda Aqif Pash Elbasanin, një përfaqësues dinjitoz i kësaj klase, që i patriot i vërtet shqiptar, iluminist dhe i ndriçuar, mendje ndriçuar, po keni të tjerë thash, Ligjë Grakuqin, po keni edhe nga Toptansit, njerëz të shquar të tjerë që kanë qenë ministër në qeverinë e tij, se nuk ishte vetëm Esati. Esati ishte një emër i ka dhënë namin e keq asaj familje, po kishte shumë patriotë të tjerë ajo familje që për krahn dhe me pozita zyrtare dhe prefekti i Tiranës. Kështu që të gjithë unifikuan rreth leadershipit të Ismail Qemalit, por nga ana tjetër kishte edhe nga ata që na ministrat e tij, se keni Fytli Bohovën, keni ca të tjerë, ca i qëndruan besnik deri në fund. Keni letër të Petropogos, keni letër të Lefnosit që ishin të dy ministra, njëri i drejtësisë, tjetri i postës, që i shkruajnë që mirëpresim rikthimin tuaj, ku dha dorëheqje. Dhe se më vjen dhe diçka tjetër në mendje tani, një element shumë i rëndësishëm që lidhet me Lefnosin dhe me Post Telegrafit, për ta lidhur me trashëgimimin sërish të Skënderbeut. Ju e dini për shembull një fakt shumë interesant. Një nga pullat e para postare ka dalë dhe është shpërndarë pothuajse në gjithë botën, ka qenë me imazhin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, një nga aktet e para që bëri qeveria e Vlorës, pra bëri himnin kombëtar që kemi trashëgiminë që atëre, kemi flamurin kombëtar, që janë dy simbole të identitetit tonë kombëtar, kemi dhe gjuhën shqipe, të treja i sanksionoi qeveria e Vlorës dhe Ismail Qemali, dhe ka rol kryesor ai në caktimin e tyre që vazhdojmë t'i trashëgojmë edhe sot, të treja këto. Ti themi atij që s'di shqipe, atij që sanksionoi gjuhën shqipe, e vuri dhe gjuhët administratës, ata që s'din shqip keni vendimin e qeverisë. Zyrtarët që nuk din shqip thotë nuk e mësojnë shqipen brenda këtij afati, do largohen nga pozicionet, duhet të mësojnë shqipen dhe të filloj, pra administrata të punojë jo në osmanisht, por në shqip. Tani, nxorën dhe pullën për trashëgiminë e Gjergj Kastriotit dhe u shpërnda gjithandej, për të nxjerrë pra sërish në pa të vazhdimsinë e ëndrrës evropiane të shqiptarëve. Tani për të rikthyer te çështja e Sa Toptanit, patjetër që Sa Toptani ishte një njeri, domethënë, ignorant, i pa shkollë. Qofse Ismail Qemali ku di unë fliste mbi 5 gjuhë, ai nuk e di dhe shqipen e fliste mirë, po ose turqishtën çfarë fliste, si e fliste. Dhe një mendje mbrapsht, thash një tjetër, pas interesave personale, donte atë principatën e tij këtu, keni marrëveshjet që ka bërë pastaj me serbët që flasin më shumë se çdo gjë tjetër, dhe serbët e ndërrojnë dhe sot për shkakun e këtë varrozur në varezat e ushtarëve serb në Paris, i çuan dhe lule zyrtarët e lartë serb para asaj. Thotë ky është modeli i bashkëveprimit midis dy kombeve, pra Esati është ai që duhet ndjekur. Nuk është dikush tjetër, pra patrioti është quajtur shqiptar që lang do gjurmë, jo, po ky ishte ai njeriu i dy botëve, serbe dhe shqiptar. Ndërkohë ky ishte një mendje thash një tjetër, një njeri i mbrapsht, një njeri që nuk kishte asnjë ndjenjë atë dashurie, dhe këtë tregojnë njerëzit e tij të afërt, po shikoni dhëndrat e tij, po shikoni njerëz që e kanë njohur mirë nga afër. Po flas patriotët e kohës, nuk po flas historiografia e komunizmit që mund të ketë pas ato që edhe Ismail Qemalit si ka dhënë atë që i takon apo në një patrioti tjetër, patjetër, ato problemet e veta dhe historia jon ka ato problematikat e saj, dhe në komunizm ka pasur shumë retushime dhe figura e Ismail Qemalit nuk donte në veri të dilte askush mbi të, pra deri një farë mase, dhe Ismailin nuk e donte që të shkëlqente. Ishte vetëm ai perëndia. Kështu që dhe të gjithëve ku më shumë ku më pak u ka rënë në qafë ajo historiografi, por nga ana tjetër Esatit jo mendoj, sepse Esati që na rilindasit, që na ata njerëz që kanë jetuar edhe shikonin se si shkruajnë me të, se si e konsiderojnë tradhtar që atëherë dhe Ismaili thot po bën çmenduri, kërkoi të ngrinte flamurin në Shkodër, se thonë heroi i Shkodrës. Ai spranoi të ngrinte flamurin shqiptar në Shkodër. Luftonte me flamur otoman atje, kërkoi komandantit turk të ngrinte flamurin shqiptar sepse u shpa pavarësia dhe Ismail Qemali ka shkruar letër. Ti do mbash mend në histori, thotë, nëse do ngrësh flamurin shqiptar në Shkodër dhe të luftosh për atë flamur. Nuk e bëri këtë gjë. E vran Pashajn
me pabesi, pasha turk që ishte një patriot otoman ai, por që bashkë me shqiptarët kërkoi dhe malsor që ta mbrojnë Shkodrën nga muri shqiptarët, patjetër. I bërin puçin bashkë me Xhon Turqit, e vran. Të njëjtën gjë donin t'ia bënte Ismail Qemali me Xhon Turqit, bënë ashtu quhetrin komplotin e Beqir Gërbenes për ta rrëzuar e për ta. Po Ismail Qemali vendosi të dorëhiqej vetë dhe kjo është e dokumentuar edhe në dokumentin e dorëheqjes që ai dorëzon Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit kur i dorëzon pushtetin, i thotë vazhdoni drejtojeni ju që unë me qëllim që të largohet dhe pleqësia e Esatit. Pra Esati bëri qeverinë tjetër, e bëri Shqipërinë me dy koka. Se Shqipëri tjetër nuk bënte dot ai. Pra gjithçka tjetër mund të bënin kundërshtarët e Ismail Qemalit me Esatin në krye edhe me ata që e shtynin Esatin, se mendonin që e kemi më të lehtë për ta manipuluar e për ta pasur në kontroll se Ismailin se kontrollojmë dot. Dhe e pam pastaj sa e kontrolluan, por gjithçka tjetër mund të bënin, po Shqipëri tjetër nuk bënin më dot ata. Atë e bëri ai. Edhe ai për atë mbahet mend në histori. Por arritën të bënin të pleqësinë për të prishur punë, për të treguar opinionin publik evropian që ja këta shqiptarët nuk din të bëjnë asnjë gjë si duhet, nuk janë të unifikuar në qendrime, ndërkohë që Ismail Qemali kërkonte përbashkim, kërkonte të tregonte Evropës që ne jemi në gjendje, ne kemi kulturën e duhur shtetformuese, se ne për këtë na akuzonin, kjo ishte sulmi më i madh, thoshin janë të parambetur, janë një Turqi e vogël këtu, si do t'i lej, këtë thoshte Sati vetë, ka thënë në intervista. Kurse reziston një Turqi e madhe, thotë, në një intervistë që jep në Athinë, një Turqi e madhe nuk ekzistoi dot thot në Evropë, si do ekzistojë një Turqi e vogël, një vend i pravambetur mes vendeve të zhvilluara, thot siç janë mbretërit ballkanike, thot si do ekzistojë ky popull i pravambetur, se nuk kishte as infrastrukturë Shqipëria rrugore, as infrastrukturë shkolla, domethënë institucione kulturore e kështu me radhë, nuk kishte asnjë gjë, ishte dizavantazhuar, patjetër, por kjo s'do të thoshtë që nuk mund të tejkaloheshin këto. Siç koha e tregoi që u tejkaluan. Dhe ku e kemi Shqipërinë sot që i qëndron kohës, dhe kemi një Shqipëri të fortë, dhe Shqipëria u realizua për shkak të idealeve, të idealizmit të këtyre burrave, të sakrificave sublime, dhe patjetër që nuk bëhet asgjë për një ditë, dhe ai është një proces përmirësimi, ne jemi sot kandidat për të hyrë në Bashkimin Evropian, që është një tjetër arritje jashtëzakonshme e Shqipërisë, nuk do të shikojmë gjërat vetëm të nxirra. Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishme zhvillimi, patjetër që ka dhe shumë probleme, është korrupsioni, është mungesa e meritokracisë në vend, që këtu ke një administrat, siç e përmendët ju, që ngjason me ato korrupsionin e jashtëzakonshëm të perandorisë osmane që vazhdon dhe në vend që të paksohet, por kemi shtim të tij dhe kemi strategji për ta luftuar, por prap korrupsioni është një fenomen shqetësues. Pra kemi mungesë meritokracie në arsimin e lartë, kemi mungesë meritokracie në administrat, kemi sulm ndaj modeleve të mira pozitive në shoqëri, kemi mungesë modelesh pozitive në shoqërinë tonë. Pra nuk dhe modelet historike të rëndësishme nuk duan të nxjerrin në pa. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, që ti mësojmë brezat, ti mësojmë njerëzit me modele të tilla, siç bëjnë gjitha kombet e zhvilluara në fund ditës. Shikojeni se çfarë bëjnë, si nderojnë njerëzit që kanë lënë gjurmë historinë e tyre. Pse janë aty ku janë? Nuk janë rastësisht. Pse jemi këtu ku jemi ne që themi jemi mbrapa të tjerëve? Ne nuk dim, ne nuk bëjmë. Jo, ne dim, ne shumë mirë dim, po ka një mendje të mbrapshme, mendje dallëzore që nuk lejon këto gjëra të bëhen ashtu si duhet. Pra që ne t'i shpalosim shqiptarëve dhe këto shembuj pozitiv, shembuj shprese, shembuj, domethënë njerëz që kanë lënë gjurmë, jo vetëm Ismail Qemali e thashë një ditë, nuk ka lënë gjurmë, ne njohim vetëm që bëri pavarësinë, por nuk ka lënë gjurmë vetëm në Shqipëri, ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në perandorinë osmane, ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në Evropë, siç e tani historinë e një organizate ndërkombëtare botërore, evropiane dhe botërore. Imagjinoni këto fakte sa përciptazi përçohen në debatin, po themi, politik publik në Shqipëri.